kur Amerika tregon se është një dhe e vetmja në tokë. Konflikti në lindjen e mesme u zgjerua para dy javësh kur Izraeli sulmoi edhe Republikën Islamike të Iranit, por Amerika edhe një herë dëshmoi se përse është një dhe e vetmja në tokë, siç tha edhe kryeministri izraelit. Ky konflikt po përkeqësoi edhe më shumë deri të shtunën e para dy javëve, kur presidenti amerikan Donald Trump dha urdhrin për sulme ajrore ndaj Iranit. SBA-ja kreu një prej sulmeve më të sofistikuara ajrore në vitet e fundit dhe për këtë përdori aeroplanet më të fuqishëm që ka në dispozicion, B-2-shat. Aeroplanet B-2 janë të pakapshëm nga radarët infrared, akustik dhe elektromagnetik. Një aeroplan i tillë që kushton hiç më pak se $2.1 miliard dhe është më i shtrenjti në histori, mund të bartë raketa me peshë deri në 13.000 kg. Izraeli provoi të shkatronte qendrat bërthamore, por nuk e kishte raketën që do të mund të kryente punë për këto raste. Këtë raketë e kishte SBA-ja dhe u përdor në sulmin ndaj qendrës bërthamore në Fordo. Raketa GBU-57 njihet edhe si zhbiruese e bunkerëve. Është një prej raketave më të fuqishme në arsenalin e SBA-s. Kjo raketë shpërthen pas 6 fazave. Bomba lirohet nga fluturakja e famshme B-2, nga 12 km lartësi mbi sakun. Raketa funksionon pa motor, që i mundson të fitoj shpejtësi të madhe teksa bie. Me udhëzime të satelitit mundsohet drejtimi i bishtit të raketës. Për shkak të peshës së madhe fitohet masë e madhe e energjisë kinetike kur prek tokën. Kjo energji e shtyn raketën deri në 60 metra thellësi. Në fund shpërthen eksplozivi prej 2400 kg. Disa ditë pas këtij sulmi, Trumpi e paralajmëroi Ajetollahun iranian se do të përballej me sulme edhe më të fuqishme në rast se tenton hakmarrje ndaj SBA-s. Madje i dërgoi mesazh Hameneit se nuk e falenderoi që ia shpëtoi jetën.